Nën tingujt e violinës dhe praninë e dashamirëve të librit, artit dhe komunikimit, u promovua libri Arti i komunikimit në profesion i autores dhe gazetares Arlinda Kalisi. Botimi trajton të rëndësinë e komunikimit në jetën profesionale, me fokus të veçantë te roli i gruas në shoqërinë bashkëkohore, sfidat me të cilat përballet dhe rrugtimi i saj drejt suksesit. Për vlerat dhe mesazhet që përcjell kjo vepër, folën recenzentët e librit dhe vetë autorja. Recenzenti i librit profesor Dr. Demush Bajrami e vlerësoi veprën si një kontribut të rëndësishëm në fushën e komunikimit profesional. Ai theksoi se libri është ndërtuar mbi 3 shtylla kryesore: qëllimin, përmbajtjen dhe metodologjinë, ndërsa veçohet për gjuhën e drejtpërdrejtë dhe çësjet e afërta me lexuesin. Atëherë është kënaqësi dhe një përshëndetje për gjithë ju, sepse takimet kësaj natyre janë më të rralla, tash kishin një panajër dhe ishte një moment kënaqësie, po them, për gjithë ata që patën rastin dhe lëvizin aty ku ishin librat, dhe të bëjnë një takim dhe komunikim me libra. Po qoftë edhe për çastet sa do të qëndronin aty duke bërë vizitën në për tandet ku ishin bërë me libra. Kanë kaluar një 3 vjet ndoshta ku linda dolin në amfiteatrot e Universitetit Evropës Lindore me gradën shkencore që part magjistre, dhe ky është libri i saj që është rezultat, është produkt pikërisht i atij zhvillimi akademik që kishte dhe mori me vete libri. Pa hyrë në brendin e kapakëve të këtij libri, për pak çaste do ndalem diku sepse është interesant, aty flitet për artin e komunikimit, flitet për gratë. Gratë dhe komunikimi janë një variabël, do të thosha, që shpesh ka sfiduar rregullat e thjeshta të logjikës lineare. Kështu themi të paktën në shkencë, në akademi, duke e shndruar në një formë arti të mirëfillt pra komunikimin, ku këtu do të thosha fjalët janë më shumë vetëm një maj e një icebergu të madh të magjishëm. Në pamje të parë, kjo le të kuptohet se mbase për një vëzhgues do thosha si përfaqësor, komunikimi i tyre mund duket si një lumje rrëmbyeshëm fjalësh. Por ama, nëse guxon të zhytesh më thellë, atëherë do të zbulosh diçka shumë interesante. Do të zbulosh një rrjet komplekse, do të thosha, thurur me fije të njëjtën kohë, edhe të mëndafshta, po edhe të çelipta. Pra, kjo është ajo ndërthurja shumë interesante që ndërton një koncept, një natyrë të tillë, për shembull siç ndodh në rastin konkret. Pra, tu ka shumë për të folë, ka shumë për të thënë, për të hyrë edhe në atë që është ndoshta brenda atyre koreve të padukshme të ndjenjes njerëzore në këtë perceptim, por tashi do t'i udhëzoj momentet për të folë diçka për librin brenda. Libri me titull Arti i komunikimit në profesion, rast studimi emisioni Femra Bashkohore në Radio Shkupi, e risjell edhe një herë në vëmendje rolin e komunikimit grave në profesion, sidomos duke ngërthyer profesione të ndryshme me profile të ndryshme. Sot pra jetojmë një kohë ku zëri i grave në vendimarrje po dëgjohet më fort se kur, dhe se ky libër do të shërbej, do të thosha, si një udhërrëfyes për të kuptuar pse komunikimi mbetet arma më e fuqishme e një lidereje moderne. Mbase edhe hulumtimet e 10 vjeçarit fundit që janë bërë, dhe se thirremi në një hulumtim që e ka bërë këtu në Evropë, në Shtetet e Bashkuara, Credit Suisse, del se suksesi i gjitha kompanive, sidomos korporatave të mëdha, pikërisht këtu diku ndodh. Domethënë ndodh në përfaqësimin dhe në leadershipin e gruas. Kjo është shumë interesante dhe ne shpesh kemi diskutuar këto gjëra edhe me studentë. Pra sot në një botë pune që ende po mëson ta dëgjoj zërin e grave, kështu e kisha titulluar dhe në fillim recensionin tim, atëherë arti i komunikimit
në profesion është një kontribut i rëndësishëm që na kujton se ndryshimi fillon aty pikërisht ku edhe ne studiojmë mënyrën se në fakt momentin kur ne nisim për shembull me mënyrën tonë se si flasim dhe se si ne për shembull na kuptojnë ata që na rrethojnë dhe jo vetëm në rastin konkret. Pra libri i jep zë përvojave të ndryshme femrore, duke na treguar se komunikimi nuk është vetëm teknik, por në njëjtën kohë është edhe identitet, edhe strategji, edhe rezistencë, edhe fuqizi. Në epokën moderne ku larmia profesionale e grave është më e madhe se kur, një libër si ky është jo vetëm i dobishëm, por do të thosha mbasi edhe i domosdoshëm. Autorja Arlinda Kalisi përqendrohet te realiteti i mjediseve profesionale, ku gratë shpesh përballen me pritshmëri të padukshme, barriera, të heshtura dhe stereotipe që ndikojnë si në mënyrën e të folurit, ashtu dhe në mënyrën se si ato dëgjohen. Pra ky libër përbën një ndërhyrje të rëndësishme në analizën bashkëkohore të komunikimit gjinor, duke sjellë një qasje, do të thosha, shumë dimensionale mbi mënyrën se si gratë komunikojnë, se si perceptohen dhe ndërveprojnë në kontekste të ndryshme profesionale. Përmes një strukture të ndërtuar, autorja arrin të ndërtojë një tablo të gjerë, të larmishme dhe të balancuar mbi sfidat dhe potencialet e komunikimit femror në mjedise të ndryshme të jetës publike, por dhe të asaj private. Këtu duhet të kenë parasysh 3 shtyllat kryesore të librit. E para është qëllimi. Pra, ai qëllimi themelor nga ku e nis studimin e saj Arlinda. Pastaj është përmbajtja dhe metodologjia. Gjithnjë duke u bazuar në vlerën që ka libri, qoftë në anën praktike apo në atë teorike. Që në shpjetimin e faqeve, pra në hyrje të saj, libri artikulon qartë shëllimin e tij. Të eksplorojë mënyrat e komunikimit grave brenda një game, do të thosha, profesionesh, duke treguar se komunikimi nuk është thjesht një aftësi e lindur apo e fituar, por mbi të gjitha një praktike formësuar nga faktorë strukturor siç është kultura, pritshmëritë shoqërore, hierarkia institucionale dhe dinamika gjinore. Libri e sheh komunikimin si një proces kompleks, ku ndërthuren komunikimi verbal, ai i cili përfaqësohet nga gjuha, argumentimi, mënyra e shprehjes në publik, komunikimi jo verbal, i cili shpesh është më ndikues në mënyrën se si perceptohet një grua në mjedisin profesional. Kemi fjalën për komunikimin institucional, do me thënë se si struktura organizative dhe kultura e punës i vendosin kufi që krijojnë hapësira të reja për gratë. Në këtë kuptim, libri arrin pozicionohet brenda një tradite bashkohore të ndërthurur, ku kemi të bëjmë me studimet e komunikimit, sociologjinë e punës dhe studimet gjinore, parazgjithësh duke u përqendruar konkretisht në larmishmërinë e përvojave femrore. Është thelbësore për të theksuar se vepra shmang tërësisht idenë e një modeli universal të komunikimit femror. Përkundrazi, vihet re argumentimi se çdo grua komunikon në mënyrën e saj, të formuar nga profesioni, biografia personale, pozita në hierarki, mjedisi kulturor dhe natyra e vetë rolit që ajo luan në shoqëri. Një grua, pikat më të forta në këtë libër i vendos tek struktura e tij, pra që ndahet në pjesë, ashtu siç edhe përfaqësohen gratë në fuqat e profesioneve, ashtu edhe ndërtojnë strategjitë e tyre të komunikimit. Duke u përballur me sfida të ndryshme, ato krijojnë hapësira për veten dhe ndikojnë në mënyrën e komunikimit të kolegëve dhe kolegeve apo dhe brenda institucioneve.
Libri mund të kufizohet edhe si një përmbledhje intervistash me gra që punojnë në sektor të ndryshëm, cilat ndjekin situata reale komunikimi, takime pune, prezantime publike apo ndërveprime në hierarki të ndryshme. Analiza diskursive vëzhgon gjuhën e përdorur, pragmatikën e komunikimit dhe stilin e komunikimit grave. Nuk mund të nashkalohen vëzhgimet sociologjike mbi rolet gjinore dhe ndikimin e tyre në mënyrën e ndërveprimit profesional. Kontekstualizimi teorik është i mbështetur në autorë të ndryshëm të studimeve gjinore dhe të tilla janë mbase shumë, sidomos ata perëndimor dhe kohën e fundit gjithnjë më shumë vinë shprehje dhe autorë ta. Kjo qasje bën librin të vlefshëm jo vetëm për profesionistët, por edhe për çdo lexues apo lexuese tjetër, duke e vendosur analizën në një terren praktik dhe tepër kuptueshëm. Një motiv që përshkon gjithë librin është ideja se komunikimi është një mjet fuqizimi për gratë, atë që e thash edhe në fillim. Pra është mënyra për të fituar hapësirë, për të ndërtuar autoritetin mbi të gjitha profesional, për të sfiduar stereotipat dhe për të hapur rrugë të reja në karrierë. Në shumë prej intervistave që janë brenda në libër, gratë tregojnë se mënyra se si flasin, se si e përfaqësojnë veten publik, se si i strukturojnë argumentet dhe si e menaxhojnë konfliktin, është një nga faktorët kryesor që përcakton ose që lidhet drejt për drejt me boshtin e suksesit të tyre. Autorja e bën qartë se nuk ka një kod universal të komunikimit femëror. Gratë në profesionet ndryshme përdorin strategji të ndryshme varësisht nga arsyet që i kanë e ato janë të ndryshme. Për shembull, nëse futemi në mjeksi, atëherë është shumë interesant se komunikimi aty duhet të jetë i qartë, human dhe empatik. Por të mos harrojmë se ky komunikim në njëjtën kohë është edhe autoritar, sidomos në raste dhe thana të caktuara kur një gjë e tillë dhe mund të kërkohet aty. Gratë shpesh luhaten midis këtyre stileve, duke gjetur një ekuilibër mbas edhe është i vështirë për to. Në politikë, komunikimi përfshin retorik, bindje dhe strategji diskursive që shpesh përballen me paragjykime gjinore. Në biznes, për exemple, komunikimi sepse krit të profesione janë aty, pas do t'i them gjitha, lidhet me negociata, lidhet me leadershipin dhe me marrëdhëniet e pushtetit. Në arsim, nëse e marrim, gratë përballen me nevojën për të qenë strukturuara, për të qenë të qarta, ndërsa sfidat lidhen me perceptimin e nxënësve apo studentëve dhe kolegëve me të cilët punojnë. Pra, në media, tash po kthehemi aty ku është mbase interesant kjo punë, komunikimi lidhet me praninë publike, etikën profesionale dhe presionet e ekspozimit vazhdueshëm që i kanë. Këto dallime e pasurojnë librin, duke e bërë atë një hartë të gjallë komunikimit femëror, do të thosha, shumë profilor. Libri ofron edhe mënyrën se si stereotipat mbi zërin e gruas, emocionalitetin, butësinë apo agresivitetin femëror ndikojnë perceptimin e komunikimit. Shpesh e njëjta mënyrë e të folurit interpretohet ndryshe tek gratë dhe mbase ndryshe tek burrat. Në libër, edhe pse pa ndonjë analizë të thelluar, vërehen standardet e dy fishta në komunikim, pritshmëritë shoqërore që gratë të jenë të sjellshme, të përmbajtura dhe të vetë përmbajtura, vështirësitë e komunikimit në pozita leadershipi, paragjykimet e fshehura në komunikimin ndërkulturor. Një pjesë e rëndësishme e librit i kushtohet komunikimit jo verbal, ajo pjesa që ne themi për ditëshmërinë tonë që na tradhton më shumti. Pse? Sepse kur nuk e themi një gjë, atë që e kemi me sinqeritet, atëherë lëvizjet tona të trupit nuk janë të njëjta me ato të cilat ne i flasim. Pra, nëse kjo pjesë vjen shprehje, atëherë kjo ka të bëjë me menaxhimin e hapësirës dhe gjuhës e trupit,
në negociata apo prezantime publike, shpesh herë ndodh ajo që unë dhe përmendëm. Pra, autoria përmes rrëfimeve të grave arrin të tregoj se jo rrallë për gratë komunikimi jo verbal është vendimtar në mënyrën se si ato perceptohen, si kompetente, sigurta apo ana e kundërt e medaljes të pasigurta. Risi konceptuale e këtij libri është se nuk kufizohet vetëm në dallimet gjinore, por prezanton larmishmëria që ja thash edhe në fillim profesionale brenda vetë grave, e shprehur kjo përmes një kombinimi të intervistave dhe analizës teorike që i jep besueshmëri të plot veprës. Megjithatë, për lexuesit që kërkojnë analiza më të thella akademike, ndonjë pjesë mbetet shumë si udhëzues, do të thosha praktik, se sa një studim i thelluar teorik. Pra edhe ata mund ta gjejnë vetëm në tyre, ata lexues apo ato lexuese, nëse e shikojnë edhe nga ky kontekst ose konstelacioni rrethanave që mund të krijohet në komunikim. Gjithsesi, kjo e bën librin shumë të dobishëm për praktikën e përditshme profesionale. Pra libri mund të shërbejë edhe si manual për trajnime në komunikimin profesional, pasi kemi të bëjmë me zëra real femror dhe një prani të dëshmive personale nga gra në profesione të ndryshme që bën librin të prekshëm dhe autentik. Në librat apo hulumtime tjera do t'ishte mirë që të shikohet edhe aspekti i perspektivës krahasimtare kulturore, nga se rastet e këtij libri vijnë nga një konteksti vetëm kulturor, bile do thosha edhe geografik. Megjithatë, kjo nuk e ul vlerën e përgjithshme, përkundrazi tregon se ekziston hapësirë për studime edhe të tjeshme. Dhe kjo mbase mund t'i mbetet të bardhë edhe arlindës, po edhe studiueseve apo studiuesve tjerë për të vazhduar ecjen tutre drejt sfidave të reja, e sidomos në përballjet tona të sotme që kemi të bëjmë me këto teori të reja që i ka sjell digitalizimi dhe inteligjenca artificiale. Libri pritet të ketë ndikim njëkohësisht të thosha në disa fushë. Në studimet e komunikimit, ai thekson se komunikimi në këtë rast as është as mund të jetë neutral, por i ngarkuar me pritshmëri dhe struktura pushteti që lidhen me gjinimin. Për sociologjinë e punës paraqet një analizë të mënyrës se si gratë ndërveprojnë në hierarki profesionale dhe si e përdorin komunikimin për të negocuar rolin e tyre. Në studimet gjinore, libri do të kontribuonte në demonstrimin e stereotipeve mbi komunikimin femror dhe në artikulimin e një koncepti, do të thosha, shumë kompleks dhe më realist e shumë dimensional. Ajo që bie në sy teksa e lexon librin, mund themi se libri flet me një gjuhë të drejtë për drejtë. Për të, komunikimi nuk është vetëm aftësi teknike, por strategji fuqizimi. Përmes shembujve konkret analizave të sjelljes, organizative dhe situatave të përditshme, autoria Arlinda Kalisi tregon se si ndërtimi i një zëri profesional, menaxhimi i emocioneve dhe qartësia në të shprehur janë thelbësore për të krijuar autoritet dhe integritet në role drejtuese. Ajo që e bën librin të veçantë është refuzimi për t'i parë gratë si viktima të sistemit. Përkundrazi, libri thekson potencialin e tyre për të krijuar stilin e vet leadershipit, stil ky i bazuar te dialogu, bashkëpunimi dhe empatia, vlera që janë konsideruar dhe gjithnjë më shumë konsiderohen si shumë tipare të vlefshme të leadershipit të së ardhmes. Tu dikund edhe është fundi i këtij recensioni, ju faleminderit shumë. Nga këndvështrimi akademik, recenzentja profesor dr. Laura Papraniku e cilësoi librin si një studim me vlerë, i cili sjell modele frymëzuese të grave në profesion dhe nxjerr në pa rëndësinë e komunikimit në ndërtimin e identitetit profesional të gruas moderne. Përpara se të lexoj recenzionin që unë kam titulluar një studim me vlerë për gratë që frymëzojnë me artin e komunikimit, do doja të thoja vetëm dy gjëra shumë të vogla.
E para ka të bëj me autoren, Arlinda Kalisin, e cila tani më prej vitesh është edhe zyrtarisht magjistre e shkencave të komunikimit, dhe si e tillë ajo padyshim që paraqet një vlerë të shtuar për gazetarinë në gjuhën shqipe në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe sidomos për Radio Shkupin, programin në gjuhën shqipe, servisi i tretë i Radio Televizionit të Maqedonisë, ku ajo për më tepër se 2 dekada punon si gazetare dhe si redaktore e kulturës. Dhe e dyta që do doja të veçoja ka të bëjë me gjithë gazetarat, dhe ajo që do doja të them për këtë lloj profesioni është fakti se gjatë kohës kur gazetarët ushtrojnë profesionin e tyre, nuk është se janë shumë koshient për rëndësinë edhe kontributin e jashtëzakonshëm që kanë tek masat dhe tek ndjekësit e tyre. Ata thjesht e ushtrojnë profesionin e tyre si gjithë profesionet tjera dhe pa u marrë me anën tjetër të medaljes, me rëndësinë e jashtëzakonshme kontributin që kanë për zhvillimin qoftë kulturor, qoftë gjuhësor, qoftë edhe social të njerëzve, të opinionit që i lexon përmes shtypit të shkruar apo edhe të atyre që i dëgjon ose i shikon në mediat audio dhe audiovizuale. Dhe në këtë këndvështrim, libri i Arlinda Kalisit padyshim që paraqet një gur të çmuar në mozaikun e studimeve mjaft të rëndësishme për gazetarin, por edhe për komunikimin në përgjithësi. Me librin Arti i komunikimit në profesion, magjistër Arlinda Kalisi paraqitet para publikut si një autore që ka pas një karrierë të gjatë dhe të suksesshme në gazetari. Edhe pse ky është libri i parë i saj, nuk duhet ta konsiderojmë dhe ta shohim këtë vepër si krijimin e parë të saj, sepse Arlinda është autore e qindra emisioneve të realizuara në radio dhe shumë shkrimeve autoriale të botuara nëpër gazeta dhe revista të ndryshme. Kjo është edhe arsyeja për të cilën në këtë libër Arlinda shfaqet si një autore me përvojë, librin e të cilës e karakterizon një stil origjinal të shkruarit, qartësia në shprehjen e mendimeve, intuita me të cilën autorja i paraprim parashtrimit të materialit, rrëfimi i këndshëm i ngjarjeve, si dhe shkaftësia për thurjen dhe shturjen e subjektit të librit. Duke pasur si pikë referimi emisionin Femra Bashkëkohore, të cilin autorja e këtij libri e ka realizuar sigurisht në Radio Shkupi, programin në gjuhën shqipe, mund të konstatojmë fare lehtë se autorja ka pasur të gjithë mundësinë e zotërimit të plot të materialit. Pra, ajo e zotëron subjektin e këtij libri 100%, jo vetëm për atë që i transmetohet publikut, por edhe për atë çfarë ndodh jashta eterit, pra valve të radios, e që tani kemi rastin të gjejmë të transmetuara edhe për radiovuesit e fjalës së shkruar. Libri ofron prova të mjaftueshme për një analizë të detajuar mbi rolin që ka arti i komunikimit në karrierën e suksesshme të grave, personazheve të emisioneve Femra Bashkëkohore, e që në rastin e këtij libri janë të gjitha emra nga më të spikaturat në fushën ku ata veprojnë. Kemi këtu intervistat me Inva Mulën, soprano me famë ndërkombëtare, Flora Brovina, shkrimtare, politikane dhe kryetare e Komisionit për gjetjen e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, Mërgime Ajdini, inxhiniere e shkencave të teknologjisë informatike, Mimoza Thaçi, sipërmarrëse dhe menaxhere e suksesshme e projekteve me nivel ndërkombëtar, Adelina Marku, diplomate, Halide Palloshi, aktiviste e mbrojtjes së të drejtave nacionale të shqiptarëve këtu në Maqedoni, dhe shumë gra të tjera, të cilat janë të përfshira dhe që me përgatitjen e tyre profesionale, guximin dhe artin e komunikimit kanë spikatur në fushat ku ata veprojnë. Ideja dhe intenca e autores është që të vërtetoj se njëjtë si në të gjithë botën, ashtu edhe tek ne shqiptarët, nuk ka më profesione të rezervuara vetëm për burra dhe profesione tjera vetëm për gratë. Po, pavarësisht kësaj, pabarazit ekzistojnë si tek neve, ashtu edhe tek popujt tjerë. Në aspektin e integrimeve kulturore dhe sociale, është ngazëlluese të shohësh se sa mirë kanë ecur përpara shqiptarët. Por ky proces
ka ngecur në rafshe të tjera, siç janë ekonomia, diplomacia, teknologjia e kështu me radhë. Në të vërtetë, këta janë edhe fushat ku pjesëmarrja e grave është më e vogël dhe sikur se konstaton me shumë të drejtë autori i këtij libri, nëse ato do të qaseshin më herët në kohë dhe më shumë në numër, zhvillimet do të ishin më të shpejta dhe rezultatet më të mëdha. Por përtek kësaj teme, ajo që intereson autoren është impakti që ka në shoqëri sukseset e grave të famshme, si tek shqiptarët, ashtu edhe tek të tjerët në botë, si dhe fakti se sa mund e sakrificë është dashur që të thyen barrierat dhe tabu që vazhdojnë t'i mbajnë peng sot e kësaj dite shoqëritë në gjithë planetin. Fatkeqësisht, në botë ka ende shtete dhe vende të treta ku gratë vriten dhe masakrohen vetëm sepse kundërshtojnë idetë që të vishën dhe të sillen sipas shijeve të veta. Patriarkalizëm për fat të keq ka sot e kësaj dite edhe në mesin e shqiptarëve. E megjithatë, pavarësisht të gjithave, shqiptarët ja kanë dalë të dhurojnë botës gruan më të famshme në historinë moderne, shenjtoren Ngonxhën Bojaxhiu. Anglia apo Franca, që në mesjet i vritnin dhe i masakronin gratë si të ishin plaçka pa vlerë, sot janë mbrojtëset më të zëshme të drejtave dhe barazive gjinore. Me librin Arti i komunikimit në profesion, Kalisi provon të vërtetoj se komunikimi është proces i përçimit të mesazheve dhe një mënyrë organizimi për ta bërë jetën më të lehtë dhe për të dhënë kuptim gjërave. Në këtë kontekst, procesi i komunikimit fokusohet në shëmbulltyrën e grave të suksesshme në profesionet e tyre, të cilat përveç se kanë një rrëfim, përfaqësojnë edhe një predispozitë specifike, komunikimi, që determinohet nga bota e tyre e veçantë, e cila duhet të jetë në radhë të parë një ekuilibër mes jetës private si grua dhe jetës publike apo asaj profesionale. Libri sinon të zbërthej pikërisht këtë dimenzion, duke vënë në pak rëndësinë dhe artin e komunikimit në funksion të suksesit të grave në fusha të rëndësishme të jetës profesionale dhe publike. Në pjesën e parë që përfshin aspektin teorik për historinë e të drejtave gjinore, autoria sjell informacione me rëndësi për të kuptuar rrymat dhe filozofit antifeministe të Tirakos dhe Dumontelis të shekullit të 16, që ndërtuan hipotezat mbi paaftësinë e plotë të veprimit të gruas, për të ardhur pastaj tek përpjekjet e para të Shorterit për të drejtat familjare, dhe më pas në periudhën e viteve 1960-1990, kur edhe ndodhen revolucioni dhe transformimi i masë shoqëror si rezultat pikërisht i pjesëmarrjes masive dhe aktivitetit ekonomik të grave. Përmes subjekteve të emisionit Femra Bashkohore, autoria sjell anën e fortë dhe të brisht të personazheve gra nëpërmjet intervistave. Këtu publikut janë zbuluar shumë të pathëna, mendime dhe veprime të zgjuara, ide vizionare, porosime vlera të larta nga femra të suksesshme që u bën model dhe frymëzim për shumë gra dhe vajza të tjera. Emocionet e ndara me publikun e radios tani ofrohen si mundësi për të lexuar e rilexuar përmes këtij libri. Para se të komunikosh me të tjerët, duhet të komunikosh me veten. Kur komunikimi me veten është i qartë, atëherë edhe me të tjerët do të jetë më i kapshëm dhe më i artikuluar, shkruan autoria, ndërsa hap dilemën se sa u është dhënë grave shqiptare mundësia që të komunikojnë me veten, t'i artikulojnë dëshirat dhe t'i realizojnë ëndrat e tyre. Shumë pak dhe shumë rrallë, sikur se konstatohet në këtë libër, ku gruaja është në qendër të vëmendjes si kontribuese e denjë në prodhimin e vlerave të larta morale, estetike dhe filozofike. Për këtë arsye, Arlinda studion rastin e grave personazhe të cilat kanë pasur komunikimin e dyfisht me vetveten dhe të tjerët dhe që ja kanë dalë të bëjnë realitet dëshirat dhe ëndrat e veta. Botimi i këtij libri është një rëndësie të veçantë pasi synon të reflektoj gjerësisht me porosinë se prapa çdo suksesi të grave në jetën profesionale dhe publike qëndron një proces i tërë komunikimi, pra një art komunikimi që mundëson prani, dinjitet dhe sukses profesional. Si i tillë, libri më ton të motivoj shumë gra dhe vajza të reja që të mos heqin dorë nga ambicjet për të ndërtuar vetë ardhmërinë e tyre.
Vetëm duke qëndruar pas ideve vizionare, çdo njeri, qoftë burr apo grua, mund të shndrojë një histori të suksesshme në jetën e tyre dhe në të njëjtën kohë edhe një shembull produktiviteti për shoqërinë dhe komunitetin e tyre. Kur jemi tek diskutimi për gratë, duket se ato kanë disa përparësi. Tek e fundit, janë të lindura me një tipar më tepër se sa burrat, kanë instinktin e nënësisë, cilësi që nuk e ka gjinia e kundërt, ndërsa ndarja historike e punëve, respektivisht roli historik i gruas si kujdestare e shtëpisë, e kanë ngjitur atë në një shkallë më të lartë sa i takon prirjes së menaxhimit, udhëheqjes dhe drejtimit. Çdo grua që kupton problemet e mbarvajtjes së një shtëpie është shumë më afër kuptimit të problemeve të mbarvajtjes së një vendi, thot mes tjerash Margaret Thatcher, kryeministre angleze. Prandaj, në vijën logjike të këtij mendimi, gruas duhet t'i besohet dhe pa e paragjikuar, duhet t'i lihet mundësia të qenurit lidere duke qenë vetvetja. Të ushtrosh profesionin e një mashkulli në thojza, duke qenë grua, është sigurisht e mundur nëse ke vendosur të ndjekësh ëndrrën, të punosh fort për të dhe të jesh konsistente në aftësitë tua. Në libër, të gjitha gratë flasin për profesionet e tyre dhe sukseset e arritura, për jetën moderne që ndjekin dhe respektimin e vlerave tradicionale, siç është krijimi i familjes. Të gjitha protagonistët e studimit në këtë libër, thuajse të gjitha, janë nëna, të cilat rrëfejnë me dashuri për fëmijët e tyre, për përkushtimin ndaj familjes, për mbështetjen që gjendet bashkëshortit, të afërmit dhe komunitetit. Sigurisht që merita e pakontestueshme për këtë sukses dhe mbështetje qëndron në aftësitë e dalluara të tyre në artin e komunikimit në të cilën ata i artikulojnë idetë, synimet dhe objektivat e jetës. Këta të fundit, nga individualja, vetvetiu kthehen në kontribute dhe të mënyra kolektive. Në funksion të këtyre tezave, Kalisi shfrytëzon analiza dhe literaturë kredibile të autorëve të famshëm në nivel ndërkombëtar, të cilat i vënë në funksion të shpjellimit të idesë boshte. Kjo i shton ende më shumë vlerën librit dhe studimit të saj. Ka shumë arsye të tjera përse libri Arti i komunikimit në profesion nuk duhet t'ju mungoj bibliotekave të shtëpive tona dhe do duhet t'ju shërbej si literaturë dhe referencë studimi universiteteve, posaçërisht drejtimeve studimore të gazetarisë, komunikimit masiv, administratës, punës dhe politikës sociale, në kurrikulat e të cilave një vend të posaçëm zë edhe lënda barazia gjinore. Po, për më tepër sigurisht që unë nuk do të zgjatem, për të mos humbur edhe sensin e këtij solemniteti festiv dhe për të mos shuar edhe kurreshtin e të gjithë juve për të lexuar librin. Në fund do të uroj Alindës me dëshirën time më të mirë që të mos ndalet me kaq dhe të na sjellën libra të tjera qoftë nga sfera gazetarisë e fushës ku ajo punon, kulturës në Radio Shkupi, por edhe në tema të tjera që kanë të bëjnë me gazetarinë. Promovimi mblodhi profesor universitar, gazetar, studiues, personalitetet të kulturës dhe shumë dashamir të fjalës së shkruar. Në mesin e të pranishmëve ishin edhe gazetari, publicisti dhe botuesi Emin Azemi, si dhe figurat të tjera të njohura të jetës publike dhe kulturore. Libri mbetet edhe në përvojën shumë vjeçare profesionale të autores Arlinda Kalisi, e cila për më shumë se 2 dekada ka qenë pjesë e medias dhe komunikimit publik. Frymëzim për këtë botim janë bërë edhe historitë e grave të suksesshme të trajtuara ndër vite në emisionin Femra Bashkohore. Njerët do doja t'ju falenderoj shumë të dashur miq, bashkëpunëtor dhe dashamir të librit. Ju falenderoj shumë që jeni sot të pranishëm, mirë se keni ardhur në promovimin e librit tim Arti dhe komunikimi në profesion.
Është nder dhe kënaqësi që ju shoh këtu duke ndarë kohë nga koha juaj e çmuar, pasi që është koha e pushimeve dhe shumica nga miqtë e mi nuk janë këtu, mirë po unë ndjehem e nderuar dhe privilegjuar që ju sot jeni këtu. I falenderoj prindrit e mi që më durojnë mua si vajzë të tyre që ua bëj jetën rëmuj gjithmonë, mirë po besoj se ua kompenzoj disi atë. Mirë po, involvoj edhe ata gjithmonë për të më ndihmuar, ju falemderit. Falemderit profesor Demush Bajramin, dekani Fakultetit të Gjuhëve dhe Komunikimit, mikun tim i cili më ka ndihmuar, këshilluar në këtë rrugtim, i cili ka qenë dhe recenzenti im. Falemderit mikeshës sime, profesor Dr. Laura Papraniku, për këtë vlerësim që dha për mua. Falemderit profesor Dr. Arafat Shabanit për redakturën e librit, falemderit lektorit Safit Zeqirit, falemderit mikeshës sime, jo vetëm në aspektin emocional, por edhe moral, zonjës mësueses Mejreme Kajolli Tusha, e cila gjithmonë më ka qëndruar afër gjatë kësaj periudhe. Falemderit Bekim Fazliot, i cili është sot këtu, falemderit Krenar Logës, falemderit Elita Mashën, Zudi Koka, Vlora, falemderit zonja Alide Palloshi, Edlira Destani, ish kolega ime zonja Besa Grashdani, e cila në momentet e para në radio më ka mirëpritur tepër mirë dhe ka qenë një shtyllë modele që kam ndjekur atë grua. Falemderit zotëri Skender Asani, ish drejtori i Institutit të Trashëgimisë Kulturore dhe Shpirtërore të Shqiptarëve në Shkup, mikun tim zotëri Emin Azemi. Të gjithëve juve që jeni sot, ju falenderoj shumë që keni ndarë kohë për qenë këtu, pasi që t'ja filloj kështu me rend, do na shkoj gjithë koha, por pastaj patjetër se do ju falenderojem një nga një. Të ndalem pra te libri Arti dhe Komunikimi në Profesion, me siguri dhe juve do e kishit parashtruar pyetjen se nga lindi ideja për të shkruar unë një libër të tillë. Një vepër që lindi nga përvoja ime shumë vjeçare në komunikim, media dhe nga takimet e shumta me personalitetet të ndryshme, posaçërisht gjatë emisionit Femra Bashkëore. Për mua ky libër nuk është vetëm një rezultat i viteve të tëra dëgjimi, vëzhgimi, hulumtimi apo reflektimi mbi rolin e komunikimit në jetën profesionale dhe shoqërore. Kjo është një pasqyrë përvojave, sfidave, sukseseve të grave që kanë ditur të ndërtojnë rrugën e tyre me dinjitet, profesionalizëm dhe përkushtim. Ky libër nuk është vetëm një përmbledhje intervistash, para se gjithash është një udhëtim në përhistori, suksesi, përvoja jetësore, analiza dhe studime mbi komunikimin në botën profesionale. E veçanërisht gruas shqiptare në Maqedoninë e Veriut, por dhe më gjerë. Të dashur të pranishëm, duke mos haruar zonjën Halide Palloshi, që ndoshta pak më parun nga emocionet, e kam kënaqësinë që është këtu dhe më ka nderuar, dhe është pjesë e librit, kuptohet, pasi që kjo ka lënë gjurma në krijimtarinë e saj, përmendi dhe Laura pak më parë. Do ta shfletoni librin dhe do dini mbiecurinë e saj gjatë gjithë asaj përvoje që ka pasur në krijimtarinë e saj. Unë do kisha shtuar se ky libër jo vetëm që është një burim njohurish, por është edhe një frymëzim për të gjithë ata që besojnë në fuqinë e komunikimit, në rëndësinë e profesionalizmit dhe në rolin transformues të gruas në familje, shoqëri dhe në profesion. Dëshiroj pra të falenderoj të gjitha gratë që kanë pranuar të ndajnë disa nga historitë e tyre, përvojat dhe mësimet e tyre jetësore. Falenderoj familjen time, miqt, bashkëpunëtorët dhe të gjithë ata që më kanë mbështetur në rrugtimin tim profesional dhe njerëzor. Po ashtu ju falenderoj secilin nga jush për praninë tuaj, kuptohet, për mbështetjen, për besimin tuaj. Prania juaj sot jep një kuptim të veçantë këtij promovimi dhe është motivim për të vazhduar edhe më tej të shkruaj, të hulumtoj dhe të kontribuoj në promovimin e veprave tona apo vlerave të themi. Unë do kisha uruar që secili lexues ta gjejë në këtë libër një histori frymëzime,
Një ide që motivon dhe një mesazh që shoqëron në rrugtimin e tij profesional dhe njerëzor. Edhe një herë pra ju falenderoj nga zemra. Arti i komunikimit në profesion vjen si një botim që ndërthur përvojën profesionale, studimin dhe historinë e grave që kanë lënë gjurmë në fushat e tyre të veprimit. Përmes kësaj vepre, Arlinda Kalisi sjell një reflektim mbi fuqinë e komunikimit dhe rëndësinë e tij në zhvillimin personal e profesional, duke dëshmuar se komunikimi mbetet një nga elementet kyçe të suksesit në shoqërinë bashkëkohore.